Qeveria e Shteteve të Bashkuara do të testojë mjete të reja të inteligjencës artificiale përpara se ato të publikohen. Firma teknologjike Google, Microsoft dhe xAI kanë rënë dakord që Departamenti i Tregtisë i Shteteve të Bashkuara të shqyrtojë modelet përmes Qendrës për Standardet dhe Inovacionin e AI-t, që njihet ndryshe si KAISI. Vlerësimet do të mbulojnë testimin, kërkimin bashkëpunues dhe zhvillimin e praktikave më të mira në lidhje me sistemet komerciale të inteligjencës artificiale, thuhet në deklaratë. KAISI do të vlerësojë gjithashtu rreziqet e demonstrueshme që lidhen me sistemet e inteligjencës artificiale, të tilla si siguria kibernetike, biosiguria dhe rreziqet e armëve kimike, thuhet në faqen e saj të internetit. Shkenca e matjeve e pavarur dhe rigoroze është thelbësore për të kuptuar inteligjencën artificiale në kufijtë e nivelit të lartë dhe implikimet e saj në sigurinë kombëtare, tha drejtori i KAISI Chris Fall në një deklaratë. Këto bashkëpunime të zgjeruara të industrisë do të na ndihmojnë të shkallëzojmë punën tonë me interes të publikut në një moment kritik. Microsoft tha në një deklaratë publike se vlerësimi i KAISI do t'i ndihmojë ata të reagojnë te rreziqeve të sulmeve kibernetike për modelin e tyre të inteligjencës artificiale Copilot. Njoftimi se kompanitë e inteligjencës artificiale do të vlerësohen është një shmangje nga qëndrimi i presidentit Trump, i cili prej kohësh argumenton se rregullimi i tepërt i sistemeve të inteligjencës artificiale mund të dëmtojë inovacionin e vendit dhe mund t'i lejojë Kinës të fitojë një avantazh. Në mars Trump publikoi kornizën e tij kombëtare të politikave për AI-n, e cila thotë se Shtetet e Bashkuara do të heqin pengesa ndaj inovacionit dhe do të përshpejtojnë vendosjen e AI-t në sektor të ndryshëm. KAISI ka kryer tashmë 40 vlerësime të modeleve të tjera, duke përfshirë disa modele të teknologjisë së fundit që mbeten të papublikuara. OpenAI dhe Anthropic nënshkruan marrëveshje për këto vlerësime në vitin 2024 në drejtimin e ish-presidentit Joe Biden. KAISI tha se marrëveshjet ekzistuese ishin rinegociuar, por nuk u dhan detaje se çfarë kishte ndryshuar.